Të jesh një besimtar i vërtet. Sali ibn Mismar tregon se profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e pyeti një herë Harith ibn Malikun, si je o Harith ibn Malik? Ai ju përgjigj, fal Zotit, jam besimtar. Pas kësaj, i dërguari i Allahut i thot, por çdo të vërtet ka një dëshmi. Cila është dëshmia e të vërtetës që po thua? Ai vijoi, e kam praktisur këtë botë dhe netëve kam qëndruar zgjuar duke adhuruar Zotin, ndërsa ditët i kam kaluar në etje duke agjëruar. Më duket sikur po shoh arshin e Zotit tim, sikur po shoh banorët e parajsës tek vizitojnë njëri tjetrin, dhe sikur po dëgjoj britmat e banorëve të ferrit. Profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të shtoi, Harithi është një besimtar me zemër të ndriçuar. Zoti i ndriçoft dhe zemrat tona me një besim të tillë. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.